Mirë, ka ndryshime dhe do të ka ndryshime gjatë këtyre ditëve, për siç e ndoqët edhe në parashikimin e modit. Marrim një telefonat parë për mëngjesin e sotëm, por do kemi mundësi që të komunikojmë absolutisht deri në orën 9, mund telefononi çdo moment. Bëni pjesë e programit. Shohim edhe temën e ditës në ekran. Partia Demokratike kërkon shkarkimin apo kërkon që të nisën procedurat për shkarkimin e presidentit Begaj, kanë renditur 7 shkelje të rënda, ne ju pyesim si e vlerësoni, por mbi të gjitha, edhe çështja tjetër që ka të bëjë me presidentin, si e vlerësoni, a dhe kërkesë të presidentit për gjykatën kushtetuese dhe në formë urdhëruese që i pezulloi dekretin, duke thënë pra që le të themi anuloi këtë pezullim edhe shpall zgjedhjet në Tiranë. Këta janë numrat e telefonit në ekran. Mirëmëngjesi, përshëndetje, mbi të gjitha ai me WhatsApp apo video call. Bëheni pjesë e programit me zë dhe me figurë. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, të përshëndes, po pse s'na merr kështu, na morë njëherë me zë dhe me figurë, apo i re për shpejt sot? Burdo? I na morë njëherë kështu me video. Jo, nuk mora dot se më ka ikur ajo mbesa, se ajo nuk e bëj dot atë. Nuk e bën dot. Nuk e kaloj dot, po hajde flasim këtu një çfarë. Flasim edhe kështu patjetër, të dëgjojmë me kënaqësi. Po. Flasim me këtu. Po andi. Urdo, ju dëgjoj. Po tani këto kërkesat e PD. Jam rrofsh, këto kërkesat e PD, këto për mendimin tim janë arrim në atë start që do të thotë që i paharuar shoku anivers e ka ditë lindjen sot. Do me thënë me këto që bën PD-ja duhet të vemi prapë të keniveri, sepse këta më të skrupujt, këta më palachot, kërkon që shkarkime kërkojmë, ne jemi keqe mos më keq, ti kërkon jo presidenti, jo kryetari i parlamentit, o qa do ta shpjen zëri që u kanë nërë votën atje në parlamentet e rinë si robë zoti, të ullin të diskutojnë për ligjet për gjitha reformat, qa bëjnë adamo, që kërkojnë adamo, ata kërkojnë qigjën anë elë, si e me zëgjës majtanës. Da pas ka degeneruar fare mo, këta të shpjen që të vemi të varë janë meri të vëmlullje mo. I vë të skropisen, mos dalë që më dhe po të bëzgjerja. Në 83 deputet, ajo partia socialiste do vej 100 deputet me këto që bëjnë këta. Pse qënge ka që... pra, okej, mirë, falem... Po këtë do ja të thosha, pse qënge ka që revoltuar, pra, që të gjeti, këtë do ja të thosha. Mirë, faleminderit. Jam i revoltuar me këta, për shumë të revoltuar me këta, populli i voton këta në vend që të ndrejnë prishin. Edhe kjo mund t'jetë punë e opozitës tani, dakor, gjithësi të falenderoj. Marin 5 milion ata marin, edhe dhe një biri Fari Balliu na jetë mënde. Po i vëse e njojmë dhe Fari Balliu. Okej. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, këtu e kisha atë merakun, me zotërin që pse kaq i revoltuar, po e shpjegoj vetë. Në këto momente do të shkputemi sërish, por shumë shkurtimisht për një këshill shëndetësore mjekësore me shumë rëndësi, më besoni, mbi gjitha për ata që vuajnë dhe kanë probleme me prostatën. Natyra Therapy sjell Prostatol Complex, që është një zgjidhje ideale perfekte. Ndiqeni, keni numrin e telefonit në ekran, keni shembuj të suksesit dhe rikthehemi në studio. Jam në studio, vjojmë me telefonatën me bisedën e radhës. Partia Demokratike, si pasaj për 7 shkelje të rënda, kërkon shkarkimin e presidentit Begaj, ju si e vlerësoni. Mirëmëngjes, përshëndetje, për diskutojmë edhe për çështje problematika nga më ndryshmet, patjetër. Përshëndetje. Mirëmëngjes, të gjoj edhe ende pa folur e kuptoj që qënge edhe ti revoltuar, po të drejtoj me ti se e kemi kaq njohje. Ka së zvetë se kemi koqin gjë, Andi. Jam dakord të thishme të gjërë kastriti. Po pse i cilëson, unë ju pyes, unë këtë punë kam edhe ju pyes ju nga smoj deri në fund, pse i cilëson palavra për shembull? Palavra, pa këta e palavra të Saliut edhe Gazbardit me shok. Këta duhen Saliu, nuk kanë halë të Saliut, nuk kanë halë të Barambegës. Pa kanë halë të Saliut, pa me Saliu në këta ka me shku në grop ka me shku ta. Ta majnë Saliu në ty, të i bëjnë një zbe Saliu, ta vajisi Saliu, se me Saliu, jëm pushtet vinë më ta, një që s'ka ko Saliu. Saliu ka hy për 82 vjeç. A i ta shenjë me zida prëm. Zotrin. Sidhë dhe ne ka sheshis Skënderbej, Zotri, të mos kalojmë. I ka që hiqen ka përmenda, të ludem. Të ludem. Mirupafqë, Andi. Faleminderit. Dakord. Faleminderit përshëndes për telefonatën, të ludem të jemi të kujdesshëm. Kjo ishte ajo që unë doja t'ju
thoja. Mirë, nuk kemi kohë për momentin, do të kalojmë në pak reklama, por në këta numre telefoni shpatët në ekran, me njerë sa po të rikthemi, mund të telefononi në çdo mëngjes, në çdo moment, kërkoni linjë dhe bëni pjesë e programit. Pak publicitet, në orën 8 takojmë me fleshin informativ dhe vjojmë me njerë me shtypi ditës dhe ju, deri në 9 do të jemi së bashku. Takojmë pas pak. Mirëmëngjes, ju urdhëroni, ju përshëndes. Zoti Muhamet, mirëmëngjes, ju përshëndes. Mirë se vini në program, mirë se riktheheni, ju dëgjoj me kënaqësi. Edhe unë kam kënaqësi shumë të madhe që të flas me ju. Jam shumë i kënaqur që ju shoh dhe me programin tuaj të shkëlqyer, jam shumë i pasionuar mas aeroportit, e di shumë mirë. E di shumë mirë. Të falenderoj edhe vlerësoj në emrin tim personal edhe të gjithë kolegëve. Po ju dëgjoj. E vlerësoj. Atë për rispostën e asaj PD-s dhe atë po një përgjigje për kërkesën e PD-s për. Opozita është kundra pushtetit, opozita është kundra shtetit, kundra qeverisë, kundra Shqipërisë. Të shkosh të flasësh në Gjermani, se s'la gjë pa thënë ai ish presidenti i nderuar. Shiko Andi, mirë ne vazhdojmë punën tonë, ecim në rrugën tonë. Aty ka ligje, ka shtet, ka rregulla. Ne nuk mund dalim kundra ligjeve dhe rregullave të shtetit. Në rast se presidenti e meriton për shkarkuar, ka forma nga më të ndryshme që mund shkarkohet, nga gjykata konstitucionale dhe nga ju. Po dakor, zoti Muhamet, tani ata pretendojnë që kanë këto gjëra, ose nëse opozita nuk bën këtë, unë nuk po e marr në mbrojtje. Unë po bëj kundër pyetjen e mendimit tuaj. Unë gjithmonë këtë bëj, ju e dini, për të krijuar dhe pak debat ose për të sqaruar çështjet. Çfarë, nëse s'bën këto gjëra që po bën, çfarë do të bëjë opozita? Nuk po e mbështes as në këtë rast as në gjëra tjera. Thjesht po ju pyes, çfarë do të bëjë opozita? Opozita për këtë punë është Andi. Është opsioni i vetëm që të ndihmojë qeverinë, por jo ta ndihmojnë në rrugë të shtrembër, ta ndihmojnë në rrugë të drejtë. Në rast se qeveria ka bërë gabime, gjykata kushtetuese ka ligje, ka shtet shkojtë gjykata kushtetuese, ta pretendojnë për presidentin, shkarkohet. Ma kanë votat e gjitha të ta bëjmë. Në rast se presidenti janë vërtet ato që thuan. Po sa gjëra tjetër si ka thënë opozita që s'kan dalë furt vërteta. Po mirë, unë ju pyes, sepse ne sa pam dhe gazetën dita, por edhe unë e përmenda që në hyrje të programit, që tema ditës është jo vetëm kjo kërkesë e PD-s për shkarkimin e presidentit, por presidenti, diku cilësohet dhe si akti pa precedent, i thot gjykatës kushtetuese, pse më pezullove dekretin, ke gabuar, ke shkelur ti kushtetutën që e trajtove atë çështjen e veliet se sipas presidentës dhe juristëve ti duhet të trajtonte gjykata administrative, edhe shpall zgjedhje. Tani këtu çdo lloj konstitucionalist, jo thjesht juristi, s'po merr vesh ç'po bëhet. Më kupton besoj. Andi, unë jam shumë dakord. Jam shumë dakord edhe me kundërpërgjigjen e presidentit, se siç duket ato juristët e tij do ta kenë ndihmuar me një modifikim të i ligjit. Po dakord atëre, jeme presidentin apo me gjykatën kushtetuese? Se e thënë me fjalë thjeshta, ka një përplasje president, gjykatë kushtetuese. Me kë mund t'jeni ju? Ne ta shohim, ato juristët janë, ne jemi juristë janë, ne jemi opinionisti, japim opinionin tonë, por as juristët japin të drejtë njëri të tjetër, atëherë dim se është e vërtetë ashtu po jo, se çfarë thot PD-ja ose thot LSI-ja tonë, s'mund merremi edhe 50 vjet, edhe pak 2-3 vjet him në Evropë andi. Ne tash mos ta lënë mbrapa, ne do ta ndihmojmë Shqipërinë, nëse presidenti ka bërë gabim të shkarkohet valla, normale e punë. Dakor. Ne vendos gjykata konstitucione, ku vendos dot as unë as ai. Dakor. Mirë, faleminderit zoti Muhamet. Faleminderit, përshëndes. Shumë faleminderit, kaloj një ditë të mbarë. Mirëmëngjes, urdhëroni. Mirëmëngjes, Roshi nga Italia po jo marr. Mirëmëngjes, zotëri, ju dëgjoj me kënaqësi dhe faleminderit që bëni pjesë e programit. Edhe zoti Muhamet jeton në Itali dhe më vjen mirë në fakt për te modestisë. Jo, të them diçka ndjes edhe duke ju falenderuar për te modestisë, e dija që ndiqej programi dhe ndiqej report televizion nga shqiptarët që jetojnë jashtë, po ndoshta jo kaq shumë. Të falenderoj dhe ju dëgjoj me kënaqësi. Ja, desha të diskutoj 2 fjalë për temën. Patjetër. Dëgjoj shumë telefonues që janë me pakën ato para orës shteti që shumë të irrituar herë. Po, të revoltuar, unë kështu i cilësova, të revoltuar. Nuk e bëk pyetjen e drejtë, jemi presidentin apo gjykatë kushtetuese, nuk i jep të përgjigje. Po, ka dy çështje. Ka dy çështje zotëri. Në pushtet në Shqipëri nuk do të jetë i pa kontestueshëm, nuk do të jetë i papreksshëm. Bën e gabim, të shikon instanca më të larta se ti, heqesh direkt. Edhe nëse presidenti është e vërtetë ai që thotë
akuza që është i punësuar, nuk e di, PD-ja kush e ka bërë akuzën. Është i punësuar me tjetër? Atëherë lejo ligji. Po, lejoj ligji, vazhdoj të rritë detyrë, po se lejoj ligji, duhet ta dorëzoj pra detyrën. E kuptoj. Sa për gjykatë kushtetuese, si ka mundësi që presidenca, nga ka gjykatë kushtetuese, që janë 9 vota, të 9 kundra. Jo, ajdash, nuk ka president. Ishte vendim unanim. Prandaj ju thash që ka dy çështje me presidentin. E para, PD-ja që kërkon shkarkimin, dhe e dyta, kjo përplasje president gjykatë kushtetuese për zgjedhjet në Tiranë. Ai vendimi kushtetueses po ishte unanim në pezullimin e dekretit. Gjykata kushtetuese, atëherë u them që nuk ka mbështet. Gjykata kushtetuese është supreme. Po. Në këtë rast presidenti ka thënë gjykatës kushtetuese që ke gabuar e ke shkelur ti kushtetutën, që pse e trajtove atë ankimimin e Veliajt. Po këtu jemi. Shumë gabim, kjo në vetëm Shqipëri pa atëherë. Okej, mirë. Faleminderit. Jo, ju lutem, pa kalofshi ditë mirë. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën.